Në shumicën e rasteve, ata kanë propozu emra që janë irritus për opozitën. Po partive tjera u konvenoj zvarritja e procesit konstituimit? Në daljen e korridorë. A di që emrudi Malbosha, deputeti Arbria në Gauci, i tët njerit nga deputetet, e Ledekes, si nuk vjen turp me votu Dim Alboshin e mes më votu mu. Ata kanë qitë emra irritus për mos me fitu. Dhe pastaj doli edhe ajo që Liburna Liu dha tërheqe, ka pas fërkime edhe mbrana vevës, po Arbria në Gauci atë ditë kur o zjedh Dim Albosha dhe ndalje të korridorit, njerit nga deputetet e LDK-s i ka thonë, si nuk vjetur, me votu Dim Alboshin e mos më votu mu. Ka që Zotri Ibrahimaj thatë se nuk do të ketë vot pro, do të ketë vot kunder nga AK-ja për listën serbe e po ashtu edhe për Nenad Rashić. Në fakt, në prej se ka dalë vendimi, nuk kem pas një takim me strukturat e partisë, por nuk mund të flasë në emën të grupit parlamentarë dhe në emën të aleancës, por në emrin tim personal sigurisht që nuk do të ketë dhe besoj që edhe aleanca nuk ka. Në anën tjetër, të dalim pak edhe tek një protest, Zotri Ibrahimaj, që pritet të mbahet në Tiranë me 17 tetor nga OVL-UÇK, e organizuar kjo pas mbajtjes së protestës në Prishtinë dhe pas asaj që u mbajt në Hagë, tash radha është që të mbahet në Tiranë, ku siç janë deklaruar tashmë kryetari OVL-UÇK-s, do të jetë e ngjashme me ato se që ka ndodhur në Prishtinë dhe në Haga. Prisni që të kenë ndonjë impakt gjithë këto protesta për rishkrerët e UÇK-s? Unë fillimisht përshëndes iniciativën e OVL-s, sigurisht që do e përkrohi dhe do ju bëj ftesë publike çdo veterani, çdo invalidi, familjarëve, dëshmorëve, qytetarëve që ndjejnë obligim ndaj UÇK-s, atë ditë në protestë, si brenda Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit Zi, kudo që ka shqiptar, dhe këto protesta kanë qenë pasore, e patën e Holandë, do të thotë në vendin ku ata po mbahen, ishte një protestë masovike, pasore, por edhe shteti holandez, qyteti ju dha lejen, mbajtjen në kontroll, besoj dhe shpresoj që edhe në Tiranë do të jetë madhështore, do të shkojë qetë, dhe mesazhi do të mbrinë atje ku duhet të gjyqtarët se ta djem. A mendon se mund të ketë, Zoti Ibrahimaj, realisht efekt këto protesta? Kur po flas për efektin, po thirrëm në atë se të ndikoj drejt për drejt ose tërthorazi ndoshta në vendimin final për ish-krerët e UÇK-s. Unë mendoj që me gjithë presionin që po bëhet prej jashtë. Gjyqtarët një kohë kanë qenë të bindur se jashta që ata gjatë prova, por Kosova meriton mu shtiru nga njerëzit e UÇK-s, ashtu që kanë qenë të informuar aq mirë në thojza pikërisht për njerëzve të vetë vendosjes, për njerëzve që kanë punu për shërbimin serb, dhe që shumë i në kapë dhe i ndalë edhe në media, do të ty me pare, pa pare ty punu për shërbimin serb, për një llosin e figurave, ndërsa këto protesta do të thirrin në ndërgjegjen e gjyqtarëve, mos marrin një vendim të ngutur, të nxituar, të ndikuar, dhe besoj e shpresoj që vendimi final, edhe pse i pa drejt për afro 5 vite, ashtu edhe neve, unë në procesin e parë isha rreth 5 vite dhe deri në shkollën e dytë rreth 8 vite, do të përfundoj, ashtu sikur në rastin Haradinaj, edhe për zotin Thashi dhe të tjerët, vendimi do të jetë not guilty të pafajshëm. Ashtu sigurisht